dhe pa një vendim të formës së prerë, duhet të stopohet. Hetoje më zotëri dashur, kota hetosh, hetoje gjendje të lirë, nuk të paraqet rrezikshmëri, jepi drejtim, shpallë fajtorin që është fajtor, dhe të marrë dënimin e merituar. Po që është kjo futën burg, se do mbledhin provat më mbrapa. Pas sigurimit jam dakord edhe rasti zotit Berisha. Neti i vit në rreth shtëpie, ç'a u bë? Ç'a fitore pat. Po nuk u dha në fillim në rreth shtëpies. Po jo. Zotë Karança. U dha detyrim paraqitje, ai e theu masën e detyrim paraqitje dhe u bë shpërstimi. Kurse në rastin tonë nuk ndodh. Që zbatohet masa, ta zëvendësosh prapë, se bëri 3 kërkesë për zotësi. Edhe të rasti zotit Felie, mund procedohet mas tjetër. Mund procedohet mas. Tjetri gabojt, të rriqet dhe tje le zëvendëson. Po çka ka bërë për ta mbyllur ju si parti politike në një farë mënyrë jeni që kjo masi ka përmendur Rama të ndryshoj, pra të futet dhe ministri, kryeministri në atë që mund mos pezullohen nesër? Atër me lejoni të jap mendimin tim personal. Dhe njës imagjinojnë falë ndjes, të thonë duhet futet dhe kryetari opozitës mos pezullohen. Edhe ajo dhe ishte e bukur. Po ja, është deputet, e ka Berisha se si deputet nuk ndodh ndonjëherë që mos ta ketë atë mbrojtje, po. Ja u kërkova fjalën pak më përpara, për shkak se kishim një pjesë të linjës logjike me gazetarin e nderuar, cili unë gëzoj shumë respekt për profesionalizmin e tij. Për sa i përket SPAK-ut, unë ju siguroj që Rama nuk do ketë kohën për ta mendu, për ta ndryshu. Po për ta ndryshu, jo, po ta them sot nga këtu. Se do vini unë pushtet? Ja, më lejo se do ta mbaroj. Do ta mbaroj tani. Unë i siguroj Ramës dhe kushdo tjetër që mendon. Mos si thënë Rama thotë se kanë shok. Kryeministri i vendit dhe kryeministri është një investim amerikan. Dhe unë ju siguroj që nuk do mundet dhe kush do guxoj, po ta siguroj që do t'i përshpejtoj edhe më shumë ditët. Pra ne keni zgjedhur profesorin Të lutem më lër të mbaroj se do ta them edhe kush do vi me datën 20 në Tiranë. Vetëm më lër të mbaroj. Tani më lër të mbaroj. Të lutem jemi te protesta. Tani më lër të mbaroj. Do ta mbyllë një lajm protestë. Fatos Nano, të lutem. Fatos Nano shkoi në shtëpinë e Bardh dhe iku pas 3 muajve nga kryeministri. Kështu që nuk ka as bordpaqe, as shtëpi e Bardh, as takim që e shpëton Edi Ramën. Këtë po ta them sot dhe mbajeni ja ku e keni të regjistruar. Tani më lejoni të them, më lejoni të lutem, Edi Rama i ka përzon shqiptarët. Edi Rama do shpëtoj shqiptarët sepse shqiptarët i ka përzon Edi Rama. Edi Rama nuk e shpëton dot, do t'i zëvendësoj. I ka përzon edhe diaspora ja dha vot besimin Edi Rama. 1 milion jo më jo. Mos të vota diasporës. U mor vesh edhe kush i ka përzon shqiptarët në realitet. Edi Rama i ka përzon shqiptarët. Dhe këta që kanë bet këtu i ka varfëruar, të cilët nuk marrin dot ilaçet, nuk mbyllin dot muajin, të cilët kanë fëmijë të mall për t'i parë se janë detyruar të ikin, jo për çështje globalizimi, jo, për shkak se nuk kanë parë asnjë shpresë në këtë vend. Dhe unë të ftoj një ditë të vish në auditorin tim bashkë me këtë zotrin këtu që është gazetar, dhe bashkë me këtu dhe t'i pyesni vetë të rinj sa prej tyre duan të largohen nga Shqipëria se nuk shikojnë asnjë shpresë. Të kthehemi tek sistemi i drejtësisë, të cilin unë respektoj ndarjen e pushteteve. Dhe unë futem në kategorinë e njerëzve që i respektoj dhe unë do dua një ndarje të pastër pushtetësh. Dhe për sa i përket sistemit të drejtësisë, po ja u them edhe një herë, dhe çdo lloj sistemi, Edi Rama nuk do ketë mundësi për të bërë as edhe një lloj ndryshimi. Dhe nuk do ketë mundësi, po ta them edhe një herë tjetër, qoftë reforma territoriale, qoftë kodi, të gjitha reformat do të bëhen, po ta siguroj që do të bëhen, po do të bëhen nga një qeveri tranzitore ose teknike. Dhe ky është një bekim që është përtej vullnetit të Ramës edhe të shokëve të Ramës. Mirë, Zoja Kuçan, to janë akoma në kilometrin e fundit, po kemi unë të siguroj që Rama unë kam bërë deri tani janë 100 kilometra. Edhe Rama vetë e di që është në kilometrin e fundit, Rama po kërkon azil politik për hir të vërtetës, por ka një problem. Po ku i dëgjoni këta mama? Një ditë të bukur do t'ja mbylli telefonin të gjithë juve, do t'ja mbylli gjithëve telefonin dhe do t'ju më fal. Një ditë të bukur Edi Rama do ja mbylli gjithëve ju telefonin dhe të zhduket. Këtë po ta siguroj. Atë problemi i madh se unë i bëj thirrje SPAK. Ky është problemi i madh, ti po të shkruar. Edhe po mbyllin do më falë minga, lutem se më ka kapitem. Për ta mbyllur për SPAK-un. Edhe ti po të shkruar zoti Ramës për një problem që ti ke. Unë dua që SPAK. Ky është problemi. Provoj një herë Liliana. Ky është problemi. Unë do dua që të besoj. Ai njëri përgjigjet. Unë do dua që të besoj në sistemin drejtësisë. Klasa juaj politike që do dua të besoj dhe do ta besoj. Keni një leadership të ngordhur. Do ta besoj plotësisht SPAK-un.
kur Edi Ramën ta thërrasi në dyert e Spakut. Ti ka thirrur të gjithë krerët e partia jote do ta shkruaj Spakut. Dhe dua që Edi Rama të japë partia jote do ta shkruaj Spakut. Ajo nuk vjen. Gjithçka që ju ka bërë shqiptarët. Nuk vjen, nuk shkruhet Spakut. Unë ta siguroj. Neve nuk kemi punë me drejtësi. Drejtësia do të punë vetë apo me Spakut. Falenderoj zonë Kuçan, zonë Muharremi, kolegun Ermal Peçi dhe zotin Karanxha.